Në lidhje me kurbanin, ne me burrin kemi bën jetë me prej një kurban mbase nuk kemi fëmijë, dhe desha me ju pyet a mundet me prej ditën e Bajramit ose ta presim më herët dhe ta shpërndajmë ditën e Bajramit? Njeriu mund të bëj kurban kur të dojë dhe si të dojë. Po kurban Bajrami nuk quhet kurban Bajram nëse nuk bëhet për Bajram mas Bajramit. Ditën e parë mas Bajramit, ditën e dytë, ditën e tretë dhe ditën e katërt deri në namaz të akşamit. Në këtë rast kemi të bëjmë atë që quhet kurban Bajram. Dikush do më bë kurban me niyetin e sadakas, që Zoti i Madh t'i zgjidhë në situatë, siç është për shembull në pa fëmijë dhe do më dhon si sadaka, që Zoti i Madh këtë sadaka ta bëj sebeb. Ti këtë mund ta thërësh i ditë para Bajramit, 2 ditë para Bajramit, i javë para Bajramit, nuk ka problem, nuk ka lidhje. Por i gjë duhet me ditë, nuk ekziston kurban për të ngel 7 zënë, nuk ekziston në Islam. Diçka që quhet kurbani, me që s'po ngel gruaja 7 zënë, po bëjmë një kurban. S'po i del shpirti plakut apo plakës, po bëjmë një kurban, nuk ekziston. Që mos mori i vdekmi, që ka vdek për ditë hone apo i ditë tjetër, që mos mori tjerë mrapa, thuti që ky është ai me leku i vdekjes që tërheq shpirtrat, të bëjmë një kurban, që ta presim këtë muhabet. Se ekzistojnë këto gjëra në Islam, nuk ekzistojnë këto gjëra në Islam. Nëse ti e bën me niyetin e sadakas, atëherë hajër inshallah, sepse ne themi mund të jetë në smundje dhe sadakaja, lëmosha shëron smundjet dhe zgjidh ndoshta ato ngushtësitë në të cilat mund të ketë rënë njeriu. Kjo është okay, pastaj nuk ka problem. Po nuk ekziston, thjesht duhet me kuptu. Nuk është kaq e thjesht puna. Bëj kurban me që s'ngel 7 zënë. Se ekziston kjo gjëja, s'më i vend.